Zoti Cakrani, të ndalemi pak tek një video e Edi Ramës e cila është bërë virale dhe pothuajse gati ka shkaktuar dhe një incident diplomatik, duke qenë se ai ka vendosur në lojë një lapsus të Donald Trump duke u referuar vendosjes së paqes midis Azerbajxhanit dhe Armenisë. Ndërkohë më pas Edi Rama u shfaqsua duke thënë se ishte thjesht një çështje humori, pra një lloj humori bërë në mes Macronit dhe presidentit Azerbajxhanit. Ju si e shikoni në këtë rast, ka një sfidë të vet Edi Ramës ndaj Donald Trumpit dhe po përpiqet që të shkojë me palën europiane? Shiko, Edi Rama nuk e ka për herë të parë gafën. Edi Rama ndaj Donald Trumpit ka një, nuk i një fjalë tjetër, po ka një urrejtje, një antipatim ndaj tij. Për arsye politike, sepse zoti Rama është një i përgdhelur i kundërshtarëve të Donald Trumpit, siç është George Soros. Dhe kjo nuk kam asnjë sekret më, sepse ne dim që klanet e George Soros janë investuar shumë për zoti Rama, për pushtetin e zotit Rama, për të kapur zoti Rama drejtësinë, për të kapur zoti Rama të gjithë institucionet e kështu me radhë. Madje zoti Rama ka qenë i përgdhelur dhe vazhdon të jetë i përgdhelur nga njerëzit e Sorosit sot në Bashkimin Evropian, siç janë deputet apo drejtues të lartë të BE-s, që janë produkt dhe që janë sponsorizuar në karrierat e tyre, i kanë ndërtuar në bazë George Soros. Kështu që zoti Rama nuk e ka lapsus, se lapsus bëhet një herë, po japesëm 2 herë, po jo në vimësi, sepse zoti Rama ka qenë mandatin e parë të zotit Trump, dha intervista që ai ishte keq botë ose njerëzimit e historisë e kësaj natyre. Pra, nuk e ka për herë të parë. Dhe në një bisedë pa asnjë arsye fare, po pa asnjë arsye, pa asnjë lloj interesi, mund të themi, ti tani do në krah Macronit dhe përgdhel atë duke i thënë që shiko se Donald Trump ka thënë kështu pasi lloj lidhje, në kuptimin. Kështu që zoti Rama nuk bën lapsus. E keni gabim këtë, zoti Rama bën lajm. Lapsus nuk bën. Pra nuk e bën lajmin me atë lapsusit. Zoti Rama e bën lajmin se do që ta bëj lajmin. Dhe madje ai, për mua, në këtë vështrimin tim, e di shumë mirë që një gjë e tillë do t'i shkojë, do përhapet në gjithë botën, siç u përhap në fakt. Siç u përhap. Dhe me keqja pastaj është që tani para 2 orësh, ju ndoshta e keni parë në rrjetet sociale, në faqen e tij zyrtare, këshilltari Donald Trump hodhi Ramën me Gonigali. Dhe thot korruptuesi me korruptori. Kështu që ai ka krijuar një incident, ti në këto kohëra sot bota nuk është paqe më. Aktualisht, bota aktualisht është në luftë. Pavarësisht se ne nuk e ndjejmë, po bota është një luftë tani. Europa është një luftë, Amerika është një luftë me Rusinë, me Kinën, me gjithë, me Iranin, me gjithë. Dhe nuk është kohë për të bërë shakara, ti thon asaj, shakara me krip të Mussolinit. Dhe kështu që unë mendoj se zoti Rama nuk e ka lapsus, por konsekuencat e këtyre gjërave bien mbi shqiptarët, sepse mos harrojmë që sa ka ambasada amerikane në Shqipëri pa ambasador. Po shkon vit java. Po. Sa a ka ndonjë kontakt që prej 20 janarit deri sot qeveria amerikane me qeverinë shqiptare, më thoni një kontakt vetë. Asnjë. Nuk ka. Kjo do të thotë që janë marrëdhënie të ngrira. Unë nuk jam politolog, por me aq sa kuptojmë dhe ne diçka nga politika, nga marrëdhëniet ndërkombëtare, dhe shikojmë që ne nuk kemi më sot asnjë marrëdhënie me SBA-n. Pra, e ngarkuara me punë, ka evituar të gjithë institucionet. Shkon te presidenti për një arsye të caktuar, i çoi atë të dashit, se shkoi para 2 ditësh te presidenti, e ngarkuara me punë, e ngriti në gjumi presidentin që në pikën e mëngjesit dhe i u dorëzdoi raportin e departamentit të shtetit, se pra të shkoi. Dhe takoi kryetarin e kuventit për të rregulluar mbajtur gjoja kontakte kështu po ja fiktive. Dhe ne sot që flasim, i kemi marrëdhëniet me Shtetet e Bashkuara të ngrira. Kjo duhet të na shqetësojë. Zoti Rama tani shkon akoma dhe jep benzinë zjarr.
Pra në vend të rregulloj, të rregulloj dhe gjuhën po desh tyre, gjuhën politike. Nuk është gjuhë kjo si bëhet gastor në mes të atyre liderët e Evropës. Ke pa ndonjë lider tjetër ti, ke pa ndonjë lider tjetër ti të shkojnë në mbledhje të BE-s e të bëhet gastor, po nuk bëhet ose nuk janë kora i nderuar. Madje dhe Macroni u ndje në siklet në atë rast. Ore, Macroni është për të ikur, dëgjon. Macroni e ka mbyllur mandatin vitin tjetër janë zgjedhjet. Macroni po e shtyn tani sa ta shty. Macroni e ka mbyllur kapitullin e tij politik. Se do iki, mbaron mandati, është mandati i dytë. Dhe nuk do iki. Nuk ka masi pesh Macroni tani. Dhe ju e dini që në Francë ka kaluar në majorancë konservator. Këta e qënë ekstremi djathë, nuk them konservatorë, si ka. Kanë kaluar në majorancë pra, francezët. Në Gjermani kanë kaluar në majorancë AFD-ja. Për herë të parë, tani në fund. Kështu që bota po ndryshon. Zoti Rama merret akoma me humorin e cekes se kemi dhe mik të Beratit në mbledhje të liderëve të Evropës. Pse ko shakara që shko pun tani, edhe me me njeriu i cili nuk ta përton, se Donald Trump nuk ta përton, Donald Trump hap atë edhe firmos dekretin aty të bën direkt të shpall direkt armik të SBA. Ka të moj problemi e kompleksi. Kështu që unë mendoj se këto gjëra e rëndojnë, jo zoti Rama, rëndojnë dhe ne shqiptarët më. Kjo është e gjithë historia. Zoti Cakra, një dhe pyetje fundit, a është një sinjal nga ana e Shtetet e Bashkuara të Amerikës mos pjesëmarrja e Edi Ramës në Asamblenë e Kombeve të Bashkuara dhe a është duke ju afruar, po themi, hapja e dosjes së Charles McGonigal në Shqipëri, nisur nga fakti që ajo rihap në Shtetet e Bashkuara? Shiko, ne ja na shkalojmë shumë lajme. Unë informojmë çdo ditë edhe në Amerikë e në Europë për lajmet, sepse duhet informuar në fakt. Dosja me Gonigal po avancon. Po avancon sepse ajo dosje nuk u hetua. Ajo dosje po avancon sepse për një arsye të vetme, në atë dosje janë personazhe të cilët nuk janë hetuar. Që nga zoti Rama, zoti Duçka, ai ka qenë një oligark rus, ka qenë një kinez brenda kështu me radhë. Që do të thotë, këta personazhe nuk është thjesht se korruptuan numrin 2 të FBI-t. Problemi që ndron që këta kanë cënuar sigurinë kombëtare të Shtetit të Bashkuara të Amerikës. E kupton çfarë do të thotë? Nëse ti korrupton një funksionar të lartë të organe ligjbatuese amerikane, automatikisht ti ke cënuar sigurinë kombëtare të atij vendi. Kështu e konsiderojnë Shtetet e Bashkuara. Ore, ata nuk i hetojnë çfarë ka ndodhur, nuk i bëhet fare se ti je kryeministri apo çfarë je. Problemi është këtu që dosja me Gonigal ne dim shumë mirë si u mbyll, ne dim shumë mirë sa herë u përmend emri i kryeministrit ton mbi 14-15 herë në atë dosje, dhe tani ata kanë dënuar një person i cili është korruptuar, pra për korrupcion pasiv, po ta quajmë, po aktivi kush është? Se kjo është pyetja që bëhet. Nëse ti dënon dikë për korrupcion pasiv, po pyetja është kush është korruptuesi, pra personi aktiv. Aktivi dihet kush është. Është zoti Rama me gjithë enturazhin e tij, Duçka që ishin këta që ka dalë në dosje, kupton? Kjo është e gjithë historia. Prandaj që drejtësia amerikane e ka hapur, e ka reaktivizuar këtë për të gjetur personat e tjerë të cilët u anashkaluan me ndërhyrje të qarqeve politike të larta amerikane që mos të kalonte kufit e Amerikës e kështu me radhë. Dhe u dënua ai pasaj që ne tashmë e di procesin.